Mirdita, i vdekuri që foli. A mundet që të flas një i vdekur, ju si thoni? E di që ndokush nga ju tani do thot është çmendur Nadiri. Dakord, dëgjojeni me kujdes, sepse kjo është e vetmja ngjarje dokumentuar të një të vdekuri që flet. Po, e dëgjuat mirë. Nuk po flas për qartë, dëgjojeni deri në fund dhe pastaj gjykoni. Dhe kjo është hera e parë që unë flas për këtë argument. Hera e parë në të gjitha rrjetet sociale, madje edhe në emisione. Nuk e kam përmendur asnjëherë. E kam lexuar para disa viteve në librin e mistereve, por meqense e lexova në një nga portalet prestigjioze amerikane, doja që t'ja u kujtoj edhe njëherë dhe të kuptojmë në radhë të parë njëri që pse nuk flasin sot, pse nuk i shkruajnë këto gjëra kur në të vërtet ndodhin ose ka ndodhur kjo, por i marrin si fantazi. Dhe pse sot njerëzimi po shkon drejt atij kaosi mendor që duket sikur çdo gjë është fantazi. Dëgjojeni me kujdes. Si gjithmonë, kush është rasist dhe nuk e ka brende, bëjeni like faqes dhe videos që jemi sërish dhe ju falenderoj që jemi prerë bashkë. Ishte viti 1977 dhe një grua nga Filipine jetonte në Chicago, në Amerikë. Ajo punonte në një spital, nuk ishte infermiere, sepse nuk ishte e kualifikuar, por punonte në një spital. Dhe herëherë futej në një laborator. Në këtë laborator kishte edhe të tjerë, aty brenda laboratorit kur futej ajo, dhe dilte, ka një domethënie pse po u them për këtë laboratorit. Dhe kjo Terezina Basa, Terezina Basa, kishte burrin, nuk kishin fëmijë, por kishte burrin e saj dhe kishin një shoqe. Pra kjo kishte një shoqe që punonin bashkë. Shoqja punonte së bashku me të, por ishte infermiere te ky spital. Dhe shpeshherë dilnin këta bashkë. Me një fjalë, shoqja e saj me burrin dhe ky me Terezinën. Dhe Terezita, sepse Terezita, kështu quhet, po më vjen për të qeshur po të them Terezita, dëgjojeni me vëmendje, Terezita ishte një njeri i thjesht, nuk ishte e pasur. Mirë po, një ditë krejt rastësisht u dojq shtëpia. Morën telefon shoqen e saj, sepse morën telefon burrin, por burri në atë kohë nuk ishte celular si sot, por ishin telefona kështu. Burri punonte në një vend që s'kishte telefon dhe morën shoqen e saj. Shoqja e saj vrap shkoi dhe ishte plot me policia, makinat poshtë, shikonin. Terezita kishte vdekur. Kishte vdekur dhe gjithë shtëpia e saj ishte djegur. Dihet që kur digjet një shtëpi nuk mund të gjesh dot gjurmët. Dhe ai që kishte bërë sipas policisë kur erdhën aty, ka qenë një profesionist tan, sepse përveç mënyrës se si kishte vrarë gruan, pra Terezitën, edhe gjërat që kishte lëvizur aty, sepse dukej që kishte vjedhur, por edhe djegjen që kishte bërë. Pra e kishte bërë në mënyrë profesionale. Dhe sipas tyre, të gjitha këto të dhëna, këto detaje, tregonin që ishte një profesionist. Por e çuditshmja ishte që nuk mund të gjenin dot prova, si do të gjenin provat nëse çdo gjë ishte e djegur. Dhe si përfundim çështja u mbyll. Kaluan javë. Pas disa javësh, shoqja e Terezitës, teksa ishte në shtëpi, krejt papritur, në kuzhinë, krejt papritur, filloi që të fliste për qartë. Sikur kishte ato konvulsionet, me fjalë, sikur ti futeshin ethet dhe filloi të dridhe dhe fliste për qartë me një zë tjetër, ndryshoi dhe zërin. Aty për aty i shoqi nuk i dha shumë rëndësi, por kujtë se mos ishte ndonjë problem normal. Dhe si përfundim nuk u fol më. Me fjalë, nuk mbaroi aty. Në darkë ditën tjetër edhe një herë, përpara se të shtriheshin gjumë, ishin në krevat. Dhe kjo edhe një herë siç ishte ulur në krevat, filloi që të fliste, të tundej etj etj. Si përfundim, kjo fliste sikur të ishte Terezita. Dhe thoshte me fjalë Terezita, pra në mendjen e shoqes së saj, duke folur me zërin e shoqes së saj, thoshte unë dua të di të vërtetën, dua që të gjeni vrasësin. Dhe si përfundim, çdo ditë këta flisnin, sepse flisin me burrin
e Terezitës, pra çifti. Por meqense ndodhi ky fakt, u takuan. Dhe ishte darkë. Shkuan tek shtëpia e burrit, pra tek shtëpia e Terezitës, që ishte djegur, por e kishin rregulluar sepse kishin kaluar javë. Dhe teksa gjendin aty në tavolinë, krejt papritur, futet Terezita në shpirtin ose në trupin e shoqes së saj. Dhe fillon dhe i thot të shoqit se çfarë duhet të bënte. Thash, kjo është e dokumentuar. Dhe pse është e dokumentuar? Sepse këta, pasi i tha detaje, i tha edhe një emër. I tha, pra, Terezita, kur u fut në shpirtin e saj, i tha dhe një emër. Një emër që këta nuk e kuptuan mirë. Dhe çfarë bën? Morën policinë në telefon, u takuan. Mes tyre erdhi dhe një psikolog që ata e marrin si një mjeshtër të psikologun, policia, sepse punonte për policinë. Një tip i quajtur Jose Shua. Jose ishte i njohur në atë kohë për këto testet që bënte me njerëzit që thoshin që ishin kontakte me forma të tjera jete. Çfarë ndodhte? Me një fjalë, ai thoshte që në momentet që njerëzit hynë në trans, mund të futen në kontakte me shpirtra ose me qenie të tjera. Pra ose me shpirtra njerëzish ose me qenie të tjera. Dhe bën një test. Gjatë testit e dokumentuar nga policia, nga ky psikologu, nga burri i Terezitës, nga shoqja e saj, së bashku me burrin e saj, Terezita u fut edhe njerë në trupin ose më mirë në mendjen e shoqes së saj. Dhe foli shoqja me zë ndryshe, pra nuk ishte zëri saj. Ashtu si ishte në trans, nuk ishte lidhje fare, as me shoqja e saj, as me magjistaret, as me gjërë, as me këto seduta spiritika, as gjë prej gjëje. Ishte një njeri thjesht, ishte një infermiere thjesht. Dhe kjo infermierja, me një fjalë, në trupin ose në shpirtin e infermieres, futej Terezita, thjesht. Ky Jose, pra ky doktori, së bashku me të tjerët, pra me policinë, me çfarë testuan aty, nxorën një emër që e tha Terezita gjatë me zërin e shoqes saj gjatë atij momenti. Dhe tha emrin e këtij Alan Showery. Dhe përveç se u tha Alan Showery më vrau, por Terezita në trupin e shoqes së saj i tha edhe vendin përse e vrau për kështu Byrzylyk, Floriri dhe Vath, vendin kush i kishte. Pra vendin se ku gjendeshin. Nuk i tha për të fejuarën, por i tha vetëm vendin. Çfarë do të thotë kjo, nuk i tha për të fejuarën? Dëgjoni me kujdes. Atëre, policia shkoi tek ky tipi, ky Alan Showery. Alan Showery ishte një infermier, ose si mund të quhet, një laboratorist që punonte në laboratorin ku ishte spitali. Dhe çfarë kishte ndodhur? Alan kishte parë që ajo kishte disa byrzylyk në duar, një në një dorë dhe në një dorë tjetër, dhe i pa dhe vathët. Dhe Alani, meqense ishte drogoi, dhe askush nuk e kishte kuptuar që ai drogoi, sepse duke njeri thjesht me ngjyrë ky, Alani shkoi tek shtëpia e saj për të vjedhur. Mirë po, në momentin që shkoi për të vjedhur, sepse mendoi se ajo kishte para, meqense ajo u fut në shtëpi, pra ishte futur në shtëpi. Dhe si përfundim ai e vrau. Vrau atë dhe vodhi çfarë kishte aty dhe në fund dogji dhe shtëpinë. Ndaj dhe policia kujtoi se ishte dikush që ishte profesionist. Si përfundim, Alani kishte marrë këto byrzyllykët, vathët e çfarë ishin dhe ja kishte falur, ja kishte dhënë të fejuarës së tij, një pjesë prej tyre, sepse një pjesë i kishte shitur. Dhe vendi ku ata i gjetën ishte eksakt ai vend që i tha zëri, pra që i tha kjo Terezita në momentin që ata kishin
që policia i bëri pyetjen të shoqes saj. Pra gjetën vendin eksakt se ku i kishte futur. Aty ku i kishte thënë zëri. Tani, ç'është e vërteta, këtë Alanin e dënuan 22 vjet, sepse ai në fillim fare nuk donte që të pranonte, por në fund pranoi dhe në fund e dënuan 22 vjet, por ajo që më bën përshtypje në këtë histori është fakti që jo për këtë, sepse ka ndodhur dhe herë të tjera. Ka ndodhur kush e di sa herë me fjalë që njerëz që futen dhe rimishërohen, si mund të quhet, në trupin e dikujt dhe flasin sikur të jenë ata. E di që për ju do duket një fantazi kjo, por këto janë ngjarje të vërteta të dashur. Janë ngjarje të vërteta që nuk fliten dhe nuk bëhen publike dhe dini pse e thjesht. Sepse nëse një i vdekur flet, nëse njerëzit kuptojnë dhe e din që një i vdekur flet me anë të një trupi tjetër, nga ky moment që të gjithë do kërkojnë që të kuptojnë se çfarë ka, çfarë është. Dhe nga ky moment do të mundohen që edhe ata të vijnë në kontakt. Shiko, është si një, e di që duket si fantazi, është si një lloj rezistence ose si një lloj energjie. Nëse unë nuk e kam në mendje që unë edhe pas vdekjes mund të hyj në kontakt me dikë, unë nuk do të kem forcën që të lidhem me botën tjetër, kur të vi momenti. Por nëse unë e ushqej mendimin që sot, pra dal nga dal, nesër, me kalimin e kohës, kjo bëhet realitet. Pra kur unë mos jem më. Dhe kjo është frika e barinjve që sundojnë pulat, pra njerëzit. Dhe të paktën kështu thonë, kështu mendojnë. Megjithatë, ky është një fakt ose një ngjarje e dokumentuar që është ende sot në Chicago, në policinë e Chicagos, ku flitet biles jo vetëm në këto në librin, në disa libra, si për shembull librin Mistereve që e kisha lexuar, por edhe në portale e gjeni. Pra gjeni këtë Terezita Basa dhe Alan Showery, që ishte ai që e vrau. Njëkohësisht gjeni edhe Jose Chua, që ishte, se nuk është më tani, psikologu që ka testuar edhe njerëz të tjerë përveç kësaj, po ky është rasti i dokumentuar. Tani unë ja u tregova pres komentet tuaja çfarë mendimi keni për këtë dhe do t'ju lutesha me shumë qetësi, sepse ne diskutojmë për çdo argument dhe ky është një nga argumentet më serioze që unë mund të diskutoja. Se kam folur asnjëherë dhe sot është hera e parë, kështu që do t'ju lutesha me shumë qetësi. Nuk bëjmë gjë tjetër veç se shkundim ose tundim themelet e dijeve të njeriut, ndonse dikujt mund t'i duken fantazi. Kalofshi bukur, ditë mbar.